Përshëndetje miq, uroj të jeni të gjithë sa më mirë. Deshta sot me bo një video për njerëzit që e harxojnë fokusin ose e harxojnë energjinë, se fokusin është fjala gabim, duke u marrë mas tjerëve. Qa mboni, tek mboni, pse më tha, qa më tha. Duhet t'jeni të bindur, miq të dashur, se duhet me po makinën, ju e dini rrugën, jo makinën, që secili njeri e ka rrugtimin e vet. Edhe nëse është duke punu me veten, por edhe nëse akoma është në atë gjumin e thellë të bindjeve, t'jeni të bindur dhe t'jeni të sigurt që secili e ka për vete. Çfarë ne japim, atë ne e marrim. Kena me kalu momentet vështira, po, është shumë e vërtet, por pikërisht ato momente që këte kam përsërit sa herë dhe kam e përsërit gjithmonë, na forcojnë miq, na bëjnë shumë atë foto. E kam vuri me gjithmend, ndoshta duke punu shumë me veten, që kur nisi dhe foli për dikonin tjetër, ose për shembull më merr një shoqe, një familjare, këto më ka ndodhur ditë e fundit. Para 2 ditëve po flas me mamin edhe po nise po fol për një person edhe më njëherë u ndjeva keq, domethënë thash mam, thash stop, thash nuk du me fol më për këtë person, është sikur është, e ka për vete. Dhe miq të dashur, ju them shumë të drejtën, në momentin që ne nuk e ruajmë energjinë tonë dhe do t'ja falim apo do t'ja japim gjithkujt pa e ruajt, do t'jetë se gabimi më i madh që bëna. Lëshoja atë tjetrin, sikur i kam bën ato videot e mia dhe kam thonë si t'jese, apo sikur dikush të mendoje për neve, apo mos të mendoje, apo të fole, apo mos të fole. Gjoja më e keqe është që ne t'ja falim energjinë dhe të merremi me ta, sepse momentin që ne ja falim dikujt energjinë, ne po ja falim jetën tonë. Megjithëse e kam kuptu këtë shumë mirë, nuk do të thotë që nuk bën atim mos me bon ndonjëherë aty llafe ose mos me tregu ndonjë thashë them thonjza, por nëse bohet si rutinë dhe ty ta merr kohën në vend se ti mu kënaq, atëherë dije që jetu fal jetën tone, jetu fal energji jetës tone dhe kimi ra shumë peshmon.